E ke bërë se ke parë këtu brenda, unë i kam dalë me fakte. Jo fakte që ja kam thënë unë, po fakte që i ka thënë Danjës, i ka thënë, unë i dia. Qa fakte? Unë i dia. Që unë talë me Valbonën. Unë e kam bërë në prime. Jo tallet, jo tallet. Ata se ka pranuar. Po flasë për gjë tjetër. Për historinë e dashurisë. Për historinë e dashurisë. Historinë e vet. Po e ka treguar historinë. E ka tregu pra. Edhe mua ma ka tregu historinë. Bravo, atëhere, unë i flas me fakte dhe unë i them Olarit Vasili, unë nuk po të gënjej. Ai është Unë nuk po të gënjej. Ka që është ndar nga ajo. O Gerta, lere se nuk e di këtë bisedë. Mirë, okay. Tani mos syr, te kjo gjëja. Dhe unë i them, jam shumë e qartë, unë mund të ndahem nesër dhe nesër dashurohem me tjetër. Okej, dhe kjo ndodh. Por ndërkohë që ti kishe njohur Valbonën, dhe nëse ti nuk do më kishe folur mua, më thoshe që unë e dua atë dhe ka thënë disa herë, ka të tregu dhe Danjës, ka tregu dhe këtu në shtëpi, pas ka thënë dhe ty. Historinë, po. Historinë, një histori që e ban, e ka kështu repetitive një histori. Atëherë unë them, ky djali që e përmend ka shumë të vajzën, dhe kur është i derur, më fal, kur ka pirë në i gotë më tepër që pitat natë për San Valentin, dhe kur kujton një njeri dhe unë i thash, i përmenda një poezi, që thot, po mirë se njeri që thot, një poezi që thot, nuk ka ndonjë gjë aty. o, Gerda, sigurisht që nuk ka ndonjë gjë, po ti në momentin e parë që ke Gertën përpara, do Gertën, po të marrë ty shembull. Kam një pëlqim për Gertën, nuk ri flas Rozit për Eglin.